Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Çfarë mendon në këtë moment personi i zemrës tuaj për ty? Pra, fokusoni energjinë tuaj te kjo video dhe do të marri këtë pyetje. Pra, çfarë mendon në këtë moment personi i zemrës tuaj për ty? Në këtë moment që po hedhin letra tarot. Çfarë mendon ky person për ju, për ty? Ky person për ty mendon që je një femër shumë me energji të fortë dhe shumë pozitive. Është pak i mërzitur, por letra e dashurisë më tregon që është shumë i dashuruar me ty. Ky ka një pasion të fortë për ty. Është larg dyshi shkopinve dhe ka gjithë botën por mban këtë vuajtje shpirtërore për ty që je në distancë, që je larg. E mban këtë vuajtje brenda vetes tia, sepse ky person të shikon si një princesh të monedhës, një femër të jetës së tij. Ka shumë mendime pozitive që do t'i bëj realitet me ty. Pra, ka vetëm ty në jetën e tij. Dhe do shumë shpejt të bëj këtë takim serioz për të konsoliduar këtë dashuri të fortë, këtë energji, këtë pasion që keni midis njëri tjetrit. Pra, në këtë moment, ai është shumë i fokusuar tek ty. Ka një energji të fortë për ty, të do pafund dhe do ta bëj konkrete këtë dashuri që ka për ty. Do që të bëj një takim shumë shpejt. Me kë rezonon kjo energji? Me peshoren luanin, me gaforen denin, peshqit, me akrepin, me ujorin, virgjëreshën dhe me shigjetarin. Kurse me gërmat e alfabetit mund të rezonoj sepse është energji e përgjithshme, me gërmën C, me gërmën T, me gërmën F, H, Q, me gërmën Sh, R, J, F, C, me gërmën R, Z, I, Zh, E dhe me gërmën P. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.